Se mu të tuk që e kishe një reagim kur foli për Lionel Messin? Pa e me thonë të drejten, Messi pa një përballje me gjakën tonë, kështu që gjithë shka është përballë shqiptarëve, për mu është... Pa e fitoj? Por ajo është nësozat futbollit, tash nuk mujna me thonë se u kap me gjakën edhe nuk jena tash me Messin. Në kuptimin e asaj që... Po jo veç kjo, po është për mua edhe Spanja edhe Argentina, asë njënë nuk e ka njofë Kosovën, nuk ka një farpeshet madhe, edhe pëse o sport, ne duhet të përshëndromi të federatat tona, përkrahmi jo vetëm thash pak më herët, jo vetëm federatën e futbollit, jo vetëm federatën e volejbollit, po përkrahmi edhe federatat tjera, përgatitim të rritë të treja tonë, shikoni shqiptarët, gjaka në ka bo krenar, pas 72 viteve, pas 7 dekadave, Zvicra nën menaxhimin e Granit Gjakës si kampion i kësaj skuadre arriti të shkojë deri në çerkfinale, andaj Gjaku shqiptar arriti ta çojë në kamp në Zvicër dhe për me thonë matutje në Evropë, prandaj ishte një lojë jashtëzakonisht interesante. Kjo pjesa tjetër, mu me thonë të drejtën personalisht, përderisa këto dy shtete akoma nuk kanë arritë të riorganizohen dhe të njohin realitetin e ri politikë Kosovë, tash e sa vite, për më nuk ka një farpeshet madhe, pa dash me hinë politikë, por me gjitha ta uroj të fitoj më i miri. A mendoj që Granit Gjaka është futbollisti më i suksesshëm shqiptar?